Shqipëria ka prezantuar në konferencën më të madhe të inovacionit në Evropë dy parqet e saj teknologjike, Durana Tech Park dhe TEDA Tirana. Edhe Korporata Shqiptare e Investimeve apo Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve AIDA, të cilët konsiderohen gjithashtu si aktorët më të rëndësishëm të ekosistemit shqiptar të inovacionit dhe zhvillimit ekonomik, u prezantuan në VivaTech 2025, eventin më të madh për teknologjitë e avancuara, bizneset inovatore dhe startupet. I pranishëm në këtë konferencë ishte ministri Blendi Gonxha, i cili u shpreh se Shqipëria jo vetëm që po prezanton projektet më të rëndësishme kombëtare, por edhe po ndërton ura bashkëpunimi me aktorë ndërkombëtar, startupe dhe investitorë të mëdhenj. Mendoj që ne jemi në momentin më të mirë toni, sa i takon edhe motos son Albania Future Now, pra e ardhmja për Shqipërinë është sot dhe në fushën e inovacionit dhe teknologjisë, që janë shumë të rëndësishëm si sektor sa i takon ekonomisë digjitale, ne vim për të folur me një gjuhë të unifikuar dhe me një ofertë konkrete sa i takon parqeve Durana Tech Park dhe sa i takon TEDA Tirana, që është gjithashtu një zonë e lirë ekonomike, por edhe me ofertat dhe me gjithë informacionin që vjen nga AIDA për të investuar në Shqipëri në këto fusha dhe këto sektor. Me pjesëmarrjen e saj në VivaTech 2025, Shqipëria konfirmon angazhimin për të qenë pjesë aktive e hartës globale të inovacionit, duke pasur edhe mbështetjen e Bashkimit Evropian, Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit synon promovimin e ekosistemit të inovacionit shqiptar në tregun kombëtar e ndërkombëtar.